Përshëndetje miq, sot është një temë në lidhje me hënën e plot në shqiptar që është në 31 maj dhe tema është si të veproni në lidhje me energjinë dhe me zonën me numër 9. Kjo hënë e plot pra në shqiptar quhet ndryshe dhe hëna blu. Nuk është se do ta shihni hënën blu, por në të vërtetë ku ndodhin dy hëna në brenda pra muajit dhe në këtë rast e rradh në shqiptar është të kuptoni që na ndihmon që të gjithëve dhe ndoshta e ndjeni që është për rilindje dhe për ripërtëritjen tonë. Që të gjithë ju që keni bërë një punë të mrekullueshme me shpirtin tuaj, ju ndoshta e ndjeni tani që keni një lidhje dhe i shërbeni misionit dhe drejtimit të jetës, dhe në këtë rast është ju që keni vazhduar me rritjen tuaj shpirtërore, ju e ndjeni që ndihmojeni nga fuqitë e larta jashtëtoksore. Dhe fakti që është në datë 31 maj 2026 do të thotë po t'i mbledhim nga ana numerologjisë 31 është numri 4, maj është numri 5 dhe ndërkohë viti 2026 është numri 1. Në total jep numrin 10. Dhe numri 10 përsëri në numerologjisë ndahet nga numri 1 deri në 9 është numri 1. Duke qenë se është dhe viti universal, pra që drejtohet nga dielli, të kuptoni që ju që keni bërë një punë të mrekullueshëm, jeni në këtë kohë që ndihmoheni nga fuqitë e larta jashtëtoksore, të pastra, të mençurisë së vërtetësisë së jetës, të përardhësve tanë. Ti falenderojmë dhe ti nderojmë që të gjithë që kanë bërë një punë të mrekullueshme për të krijuar tokën e re, botën e re, ku të gjithë jetojmë të lirë në paqe. Çfarë ndodh është të lirë dhe me të vërtet, me vullnetin e zemrës të dashurisë hynore, ashtu si krijesa na ka krijuar, është që ju që keni bërë një punë të mrekullueshme, është sepse numri 5 ju keni bërë ndryshime të rëndësishme në jetën tuaj. Ndërkohë, ju keni arritur me numrin 4 në stabilitet, në themelet tuaja të forta, dhe kjo është që ne tani na ndihmojmë që të vazhdojmë në rrugën e re për të ndihmuar sipas asaj që të gjithë jemi të thirrur me misionin dhe drejtimin tonë të jetës për të krijuar bukurinë e jetës, se ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, që të gjithë ne jemi unik dhe që të gjithë i shërbeni komunitetit tuaj. Dhe në këtë rast shqiptarit jeni të sigurt që janë sidomos jo vetëm punëtor të dritës që shkëlqejnë vërtetësinë e jetës, por dëshirues. Ndoshta dhe hyje të qiellit, ashtë të zbritur në tokë si angjëj, gjithsesi që të gjithë jeni unik, që të gjithë e dini se ku ju rezononi, por që keni bërë një punë të mrekullueshme dhe në këtë rast e ndjeni. Mësoni që kjo hënë e plot, duke qenë se ndodh pra quhet blu sepse ndodh një herë në 31 muaj dhe prandaj dhe data 31 është një koincidencë mrekullueshme. Pra ndodh 2 vjet e 7 muaj, ndodhi në 2023, ka qenë në gusht, në shenjën e hënës plot të ujorit dhe të peshqive brenda muajit gusht. Tani është në shenjën për të cilën e kaluam, në 1 maj ishte në akrep, shenja mistike, shenja që na kërkon të hynim dhe të lirojmë çdo gjë që nuk na shërben në brendësinë tonë, qofshin modelet shkatëruese. Ndërkohë është dhe hëna e plot e shqiptarit që kërkon na drejton tani të lëm zonën e ratis dhe të vazhdojmë të ndjekim drejtimin e qëllimit të jetës, pra për vazhdimsinë. Është me të vërtetë që sjell të papritura, ashtu sikurse edhe për shtigjet e reja për të vazhduar përmirësimin tonë, rritjen tonë shpirtërore. Fjala që është një hënë e veçantë është sepse ndodh një herë në
31 muaj, dhe në këtë rast në shijetar, dhe na kërkon që të gjithë ne që ne të ndalojmë dhe të reflektojmë duke vazhduar, duke ndjerë zemrën tonë, pra me besimin tonë, për të vazhduar rrugtimin të guxishëm dhe me besim për mrekullit, për te jetës së përditshme, pra në të njohjen e asaj që quhet e panjohur. Mësoni që e gjitha bëhet ky muaj, për të cilën ishte si shenja e akrepit edhe shenja e shigjetarit, bëhet fjalë për transformimin ton, dhe në këtë rast nga ana personale, pra çfarë ka akoma që ne duhet i lëm, qoftë nga modelet shkatruese, qoftë nga për të lënë zonën e ratis, dhe ndërkohë është dhe hëna blu, për arsye duke qenë se përfaqëson ngjyrën blu të qiellit, ka të bëjë me komunikimin ton, ka të bëjë me paqen ton të brendshme, ka të bëjë me qartësinë ton. Pra e gjitha është që kjo na ndihmon që të gjithëve ne që të krijojmë pra lidhjen në lidhje me ose duke qenë se dhe hëna në shigjetar është në kundërshtim me planetin Uran, pra ndërkohë që ne na kërkon të vazhdojmë, sepse shigjetari është optimist, është që shikon jetën me gjallëri, është për aventurier, është frymëzues, është shërues, është pra studiues, kërkon të di, pra të zbuloj dhe të panjohurën dhe të dijes kozmike. Çfarë ndodh? Ndoshta do të ndjeni që sjell situata të ndryshme, ashtu sikurse edhe pra diçka tronditse, pra zbulon diçka në ç'kuptim. Le të themi që ju pra keni pasur një rritje shpirtërore dhe në krijimin tuaj keni filluar diçka, por ndoshta ajo nuk ka qenë ajo që me të vërtetë lidhet me atë përse ju jeni këtu. Pra jeni të vëmendshëm, sepse ju ndihmojeni nga fuqitë e larta, dhe është ajo që me të vërtetë të arrini, pra duke bërë pushim, duke u ndalur dhe duke reflektuar, të kuptoni që me të vërtetë kush ju kënaq ju, dhe që është me të vërtetë që vjen nga burimi, nga zemra juaj. Mësoni që të gjithë ne ndihmohemi, ju që keni bërë një punë të mrekullueshme, që ta ndjeni, ta kuptoni ashtu sikurse dhe unë. Në vitin 2025, sidomos në kohën që ishte hëna e plot në shigjetar, në 11 qershor, 11 korrik, qershor, 11 qershor deri në nëntor, ne kemi qenë ne jemi testuar shumë, dhe ndoshta e ndjeni dhe ju, dhe në fund të vitit ju që keni ndjekur, pra dhe pse jeni testuar për atë, për të parë sa ne jemi duke krijuar për atë që jemi, pra me të vërtetë e bëjmë nga burimi i zemrës tonë, pra që vjen nga brendësia e shpirtit, në lidhje me sa ne i vazhdojmë, pra dhe ka qenë testime me gjithmonë, dhe unë i kam dhirë testimet bilës, në qoftë se keni parë dhe videot e mia, shpesh ka qenë edhe në bllokimin e zërit, ose pra kanë qenë testime sa unë do ta vazhdoj këtë rrugëtim, dhe ndërkohë është në lidhje me evaluimin dhe me mundësitë e reja që ne vazhdojmë hap pas hapi, pra edhe nëse ju këto gjëra i keni ndjekur, ç'a ndodhi në fund të vitit, ne arritëm në besim, pra ne kuptuam që gjithçka po vjen, sepse vjen nga zemra dhe e bën me kënaqësi. Gjithsesi, bukuria e kësaj ane është që është e lidhur jo vetëm me diellin e binjak, sepse shenja e binjakut në diell, por edhe planeti Uranit është po në binjak, si rrufe në binjak, dhe në këtë rast është që na zgjon ne, dhe që të gjithëve, nuk na jep atë që ne dëshirojmë, por na jep atë që na nevojitet që të gjithëve. Dhe kjo është një bekim, dhe jini të hapur për këtë, sepse do të vinë gjërat në lehtësi, dhe sigurisht të kuptoni që është edhe planeti
Mërkurit në binjak, sepse edhe binjaku udhëqet nga Mërkuri, ashtu sikurse edhe planeti Gjuq Ceres, që ka të bëj me bujësinë, është kujdesi i nënës, pra që na ndihmon ne që çdo gjë që nuk na shërbejnë për të çliruar nga traumat apo drama apo fragmente që ne kemi, dhe ndërkohë ne për kujdesin si nën, pra që të kujdesemi për vete, për të ndihmuar të tjerët, dhe kjo është që të gjithë të arrim në vlerën tonë, që të gjithë të arrim duke vazhduar shpirtin, ne jo vetëm që hapim zemrën, por ne lidhemi me zemrën dhe ne arrim në vlerën tonë me atë që e kemi që të gjithë në këtë zemër, që kur erdhëm në këtë tokë, në varësi të planit intelektual të shpirtit, që është në varësi të diellit, në varësi të hënës dhe në varësi të planeteve. Mësoni që gjithçka që bëhet është që ne që të gjithë ndihmohemi, dhe në këtë rast duke qenë se është në shenjën e shqiptarit, hëna na fton ne që të krijojmë, të bëjmë pyetjet tona, dhe unë do t'ju jap 3 pyetje për t'ju ndihmuar. Ndërkohë është që ne të rritemi shpirtërisht, të jemi të hapur me horizonte, të zgjerojmë horizontet tona, dhe për të gjithë ne është koha për të nisur një udhëtim të ri, që do të thotë ne nuk mund të ecim më me gjërat e skaluarës, ne nuk do të gjykojmë, nuk do të kritikojmë, dhe do të vazhdojmë me shekullin e ri, për të cilën është që na sjell ne duke ndjekur, pra duke u lidhur me veten tonë, duke vazhduar të ndjekim shpirtin tonë, rritjen tonë shpirtërore, dhe mbi të gjitha për të ndjekur dhe për të ndjerë intuitën tonë, pra të lidhemi me këtë mrekulli që quhet energjia femërore, dhe jo vetëm energjia femërore, por ne do të krijojmë që të gjithë sipas asaj që jeni, harmoni midis dy energjive, sepse kështu jemi krijuar komplet si qenie njerëzore humane, me dy energjit, mashkullore mendja dhe shpirtërore shpirti, dhe kjo është që gjithë jemi të ftuar, dhe ju ku jeni në këtë moment do të bëni 3 pyetje, uluni me ditar, dhe në kohën e nënës plot në shigjetar të kësaj hëne blu, që është me të vërtet e veçantë, që do të ndaloni dhe ndërkohë të reflektoni, të jeni për çdo gjë që keni arritur, të falenderoni edhe për gjërat e vogla, të jeni mirënjohës. Pyetja e parë është që të përdoni ku mund të marr ndihmë. Pra, që të gjithë, duke qenë se jemi të lidhur me shpirtin dhe me të panjohurën, ndoshta ju kërkoni ndihmë. Pra, ku mund të marr ndihmë për atë që më nevojitet? Pyetja e parë. Pyetja e dytë, ku ndihem shumë i kënaqur, ndiqe? Dhe pyetja e tretë, çfarë energjie po më tërheq poshtë? Dhe këtu ka të bëj shumë me veten tonë, kush janë varësitë, kush janë ato idejtë kufizuese, pra besimet kufizuese që na pengojnë, kush janë sekretet tona, pra që të gjithë jeni unik, ndërsa në lidhje me ndihmën ku ju keni nevojë, sigurisht të rrisni zemrën tuaj, të rrisni Zotin, universin, angjëjt mjeshta, sepse ne jemi të lidhur. Pra që të gjithë që ndiqni këtë kanal, ju jeni të lidhur me shpirtin, se nuk jeni, se është rastësi, është thjesht energjia juaj, që shpirti juaj që ju drejton, pra ju nuk jeni vetëm. Tani, në lidhje me energjin, si ndikon energjia shqiptare tek ne, të kuptoni që ndikon tek shenjat e pra të zjarrit dhe të ajrit, por tek të gjithë ne do t'i kalojmë pas hapit të 12 hënat, por për një pjesë mund t'jetë dhe hëna e 13, dhe kjo është dhe hëna blu, e cila ndodh, pra ku ndodhin 4 hëna në 3 mujor, dhe ne jemi në muajin e frymëzimit shqiptari, hëna e plot në shqiptar është e fundit, pra e këtij sezonit të frymëzimit, pra jeni të thirrur të vazhdoni të ndiqni pra rrugëtimin e shpirtit,
Dhe ndërkohë, sepse e ndjeni, kush e ndjen, dhe kjo është ne ndihmojmë ja pasapi që të gjithë, pa përjashtim, vetëm ne duhet të jemi të lirë për atë se çfarë na drejton shpirti dhe ta ndjekim. Dhe i pyetjet janë që do të jepni përgjigje. Tani, duke qenë se është në elementin e zjarit, kush janë? Është Dashi, është Luani, është edhe shigjetari dhe ju do të ndjeni më shumë, ashtu sikurse dhe elementi i ajrit, që është binjaku, që është peshorja, është dhe ujori. Ndërkohë të kuptoni që zjari ju e dini që është krijues, është apasionant, është aventurier, janë frymëzues, janë impulsiv, janë po ashtu edhe humanitar, por ndërkohë shënim janë dhe pak dramatik. Ndërkohë elementi i ajrit kanë energjinë mendore, janë intelektual, përdorin idetë intelektuale, janë teknik, janë shoqërues, janë të pavarur, janë argëtues e të tjera. Pra, që të gjithë të kuptoni që këto do t'i ndjenë më shumë, por edhe çdo individ, pra edhe shenjat e tjera. Por qoftë elementi ajrit, qoftë elementi elementi i tokës dhe elementi i ujit. Ndërkohë është të kuptoni që energjia e shigjetarit ka të bëjë me atë që është, pra i ndjehet që jeni entuziast dhe sidomos stinët, si ndryshojnë stinët dhe ju e shikoni në natyrë, ka sjell lullëzimin dhe shpesh kjo hëna e shigjetarit është shpesh po njihet, sepse ju i shikni kanë filluar të ndafilat, kanë qelur, apo ato lule shtrydhet, pra njihet dhe si janë me kote lashta, njihet si janë, dhe fakti është, pavarësisht se klimati ka ndryshuar, por përsëri njihet, pra i trëndafilat janë, jo vetëm që kanë ngjyrat e llojshmërinë, aromën, por me të vërtetë dashuri, pra është vetë edhe secili sipas ngjyrës kanë edhe atë mënyrën e bukurisë jetës. Mësoni që është një energji që me të vërtetë ju e ndjeni që u sjell po merrni frymëlirshëm. Dhe kur vjen nga zemra, këtë vjen zemrën tuaj. Pra që ndoshta e keni hapur zemrën, ndoshta jeni të lidhur me zemrën, që të gjithë jeni unik. Kjo energji ju kërkon, uluni me veten tuaj, meditar, sepse jeni me mendjet tuaj, në qetësinë tuaj dhe jepni këto përgjigje. A kam qenë i shkujdesur, apo ndoshta i pakujdesur dhe i papërgjegjshëm? Pyetja e parë. Pyetja e dytë, a e kam lënë veten të shpërqendrohem dhe të mërzitem? Pyetja e tretë, a kam patur shumë besim dhe ndoshta në mënyrë arrogante apo moralizoja shumë? Ndërkohë, a kam vuajtur nga problemet e angazhimit duke lënë mënjan veten time? Dhe ndërkohë, a kam parë pamjen e përgjithshme? Jepini përgjigje. Sigurisht sa më shumë ju jeni të rritur me shpirtin dhe e ndiqni shpirtin, aq më shumë ju rriteni çdo ditë. Ndërkohë, mesazhi i hënës në shigjetar është që jeta është aventurë. Mos e lejoni të ngecni. Dhe në lidhje me ekuilibrin që kërkon energjia e shigjetarit është që të gjejmë mënyrën e të shprehurit të mendimit, pra të qartë, me më pak fjalë, por të qartë. Sigurisht, hapa sapi, as Roma nuk u ndërtua me njëherë, as Diana, që kam 5 vjetë që kam hapur këtë kanal, shpirti fillon dhe ndjen që ka një komunikim edhe më të qartë, edhe më të qetë. Dhe kjo është që vjen hapa sapi, duke atë që bëj sot do të më çojë nesër, dhe ajo që të kuptoni është me të vërtetë që ne kemi një mendje dhe një shpirt për të cilën ne jemi të çliruar nga çdo gjë që nuk na shërben, pra nga çdo energji, pra modele shkatruese, varësi e tjera, dhe sa më shumë ne jemi të liruar nga çdo lloj sekreti,
me veten tonë, aq më shumë është hapësira jonë për të marrë të panjohurën e bukurisë vetëdijes kozmike, të bukurisë jetës, ndryshe të magjisë së pastër, të ekuilibrit, për të ecur në këtë jetë, jo vetëm me frekuencë të lartë, pra si qenie njerëzore, me një mendje të qartë dhe të qetë, por edhe me shpirtin tonë në paqe dhe në dashuri, të pakushtëzuar për të ndihmuar, për të krijuar tokën e re, botën e re, ku të gjithë jetojmë të lirë, në paqe, në dashuri. Ndërkohë zona, jemi në zonë me numër 9, dhe numri 9 është në vetvete edhe nga ana numerologjisë numri 9, por është dhe viti jonë personal, 9 vjeçar që i kalojmë që të gjithë, dhe duke qenë se është numri 9, është që kërkon një pamje të përgjithshme dhe ne reflektojmë për atë që kemi kaluar nga fillimi deri tani në këtë proces të zgjimit tonë. Ndërkohë të kuptoni që këto 2 javë ëna e plot në shigjetar mund të ndjehet në lidhje me shqetësimet, ndoshta ndjeni që doni të studioni, doni të udhëtoni, apo të zbuloni pra kërkimin tuaj me pa vetëdijen, me të panjohurën e vetëdijes kozmike e të tjera, pra që të gjithë jemi unik. Ndërkohë është që kjo energji e anës plot na sjell që të gjithëve atë që jemi të ftuar që të vazhdojmë të ndjekim drejtimin e qëllimit të jetës nga ana filozofike, sepse pra këto shigjetarët janë filozof, dhe filozof do të thotë filo, dashuri, Sofia, pra nga ana e mitologjisë greke, Sofia, pra filozofi, filo, dashuri, Sofia do të thotë mençuri, pra në lidhje me njohjen me veten tonë, me botën tonë, me universin tonë të bollshëm, por ndërkohë edhe me komunitetin tonë. Mesazhi i nënësan në këtë zonë ka të bëjë me atë, duke qenë se është në shigjetar, shigjetari është që kërkon rritje shpirtërore, pra është kërkues për rritjen shpirtërore, i ndjek sidomos misionin në lidhje me rritjen e shpirtit. Ndërkohë është që kërkon të njohë kulturat, fenë, pra është filozof. Ndërkohë në lidhje me internetin, me botimet, në lidhje me studimet, në lidhje me udhëtimet e të tjera, pra është i lidhur me këto, kjo është tema e nënës hënë të plot në shigjetar, dhe duke qenë se udhëhiqet është elementi i zjarit, dhe si që tregova, elementi i zjarit ka të bëjë me atë që është pasionant, është frymëzues, është kërkon pra aventurier human, pra që të gjithë jeni unik, që të gjithë e dini se çfarë ndiqni në rrugën tuaj, dhe duke qenë se udhëhiqet nga planeti i Jupiterit, është njihet në mitologjinë pra romake, njihet si zoti i perëndive, në këtë rast i qiellit, i rrufes, i bubullimave. Por e gjitha bëhet që është një mbrojtës i ligjeve dhe i rendit shoqëror, dhe kjo është e bën me mençurinë e vërtetësisë së mësimeve, ashtu si krijesa na ka krijuar që të gjithëve dhe na ka dhuruar gjithçka që ekziston në globin tonë, në universin tonë të bollshëm. Ne jemi të lidhur si me qiellin, si me tokën, dhe kjo është shekulli që drejtohet nga planeti Uranit, qielli, Zoti, burimi i energjisë, universi, çfarë doni ta quani, dhe në këtë rast është që të gjithë ju, që sidomos ju që jeni të elementit zjarit, sepse jemi në vitin që udhëhiqet nga pra viti universal që udhëhiqet dhe nga dielli, pra është zjarr, është që përfaqëson zemrën tonë. Mësoni që ju që jeni në shenjën e dashit të uluanit dhe të shigjetarit, ne jemi, sigurisht, ne jemi, do me thënë udhëheqës, ne jemi krijues, dhe ne vazhdojmë të ndjekim pra me vizion, pra
veprojmë, pra jemi veprues, pra me atë që pa ne kryojmë, me atë që pa ne ndjemi si udhëheqës për të shërbyer tokës mamë, ne veprojmë me një vizion, pra në të ardhmen dhe në këtë rast, për të krijuar tokën e re, botën e re, me vërtetësinë e mësimeve të mençurisë, së vetë dijes kozmike, dhe kjo është që e arrim ku ne i kemi të gjitha elementet, dhe në këtë rast edhe elementin e ajrit, për të cilën është binjaku peshorja ujori, dhe ju e dini që bëhet fjalë për suksesin që ne kemi nëpërmjet komunikimit, një pjesë në idetë që ju keni në ana intelektuale, në teknikë, në teknologji, pra që të gjithë jemi unik, komunikues ashtu sikurse edhe në lidhje me marrjen pra të ideve, pra që të gjithë jeni unik, pra në lidhje me elementin e ajrit. Ndërkohë është që do të jeni të lidhur me elementin e tokës, dhe elementi i tokës është që ka të bëjë me demin, virgjëreshën dhe bricjapin, dhe kjo vjen si pasojë e punës së palodhur të disiplinës të asaj që ne ndjekim shpirtin ton, dhe kjo është që hapasapi duke ndjekur këto ne krijojmë dhe lidhje me sigurinë në botën e materjes, pra në botën materiale, për të cilën sot kjo botë ka nevojë më tepër se kur që mos veprohet më nga ana e asaj që njerëzit kërkojnë akoma duke përdorur impulset e egos për përfitime, por të krijohet për të ndihmuar dhe për të vepruar me njëri tjetrin, për të krijuar lehtësi si qenie njerëzore dhe shpirtërore në armoni, sepse që të gjithë jemi unik, që të gjithë kemi vlerë. Dhe së fundit edhe nëpërmjet që do të arrijmë me elementin e ujit, dhe elementi i ujit, pra emocionet tona që do t'i bëjmë mjeshtër, dhe ka të bëjë me atë që është shenja e gafores, e akrepit dhe e peshqve, dhe në këtë rast është ne lidhemi, i bëjmë emocionet tona, pra lidhemi me emocionet me dëmshuri për të ndihmuar të tjerët, me intuitën tonë të brendshëm, dhe kjo është ne krijojmë bukurinë e jetës, dhe mbi të gjitha është kjo na ndihmon që ne të arrijmë të krijojmë pra me rritjen tonë shpirtërore, duke reflektuar, të ndjekim apasapi, jo vetëm çfarë ne kemi kaluar, nga që kemi marrë mësime nga të parët tanë, pra mençurinë e të parëve tanë, po eksperiencën e jetës tonë, ashtu sikurse dhe procesin tonë, dhe ne ndihmojmë, pra sidomos në lidhje si udhëheqës, si veprues, dhe ndërkohë edhe si krijues. Mësoni që ka na tregon dhe që të gjithëve ne që kujdes se ka dhe energji të ulta, dhe sidomos kur jemi me egon shpirtërore, shënim, dhe nëse keni filluar një krijim, të kuptoni që duhet të jeni të vëmendshëm në lidhje me varësitë, në lidhje me idetë kufizuese, besimet kufizuese, apo mendimet dogmatike që ndoshta mendoni, sepse keni arritur diçka dhe mendoni që jeni më mirë se të tjerët, ose t'i tregoni të tjerëve që të bëjnë si jeni ju, pra ndoshta në mënyrë arrogante, në mënyrë autoritare, shënim, kujdes. Pra mua më bie dielli, të dajmë faleminderit diell, është një mrekulli, dhe po ta shihni fytyra ime është e ndriçuar, thank you univers. Gjithsesi kjo na fton që të gjithëve që ne të jemi të sinqert me veten tonë, dhe për të parë shënim, kujdes, ndoshta jeni duke kërkuar pamjen pra me detaje, dhe nëse ju kërkoni me detaje gjërat, ju vononi që të vazhdoni të ecni rrugën tuaj. Prandaj ajo që kërkohet dhe ju kërkon kjo ju fton që bëni një hap mbrapa, dhe në këtë rast është që të shikoni një pamje të përgjithshme ku ishim dhe ku jemi, dhe ku do të shkojmë. Pra kjo është që të shikohet në pamje në përgjithshme. Ndërkohë të shikoni veten, a jeni duke zgjeruar apo jeni duke ngushtuar shënim, jeni vëmendshëm tani në lidhje me mendërisht dhe shpirtërisht, pra si jeni
A jeni duke vazhduar ndjekjen e shpirtit, se shpirti kërkon rritje, zhvillim çdo ditë. Ndërkohë është pyetja tjetër, a jemi aventurier? Pra kujtojini vetes, çfarë bët kur u lidhet me shpirtin dhe ndjeshit, ajo koha që pra shkaktarët ju sillnin që të ishit në krizë, masa ne filloi që u çliruat, pra sepse ne ndihmohemi dhe së fundi arritët të lidheni edhe me shpirtin tuaj dhe ndërkohë tani a jeni pyetja, a jeni aventurier si më parë apo ktheni përgjigje. Gjithsesi të kuptoni që kjo, sido që të jeni, kjo njofton që të gjithëve që është një mundësi që të filloni të vazhdoni të rrisni shpirtin, sepse siç është, duke qenë se është hënat 13, duke ju thash është hëna blu, pra 4 në brenda një 3 mujori, por janë bëhen 13 në vit dhe ky vit është janë 13 hëna dhe numri 13 është po ashtu për ju që do të ishni lëkurën e gjarpit ose e keni hequr, që do të thotë shkëputeni nga identiteti i vjetër, pra shkëputeni nga frika, nga pasigurit, nga konfliktet, dhe kjo është ju krijoni një identitet të ri dhe është ajo që tani me studimin, me atë çfarë shpirti juaj ju kërkon, të arrini të ndiqni rrugëtimin me mësimet e fuqisë së panjohur që është për te i vetes tonë, pra thjesht duke hyrë në thelsi është zemra jonë, që ka misionin dhe drejtimin dhe sa më shumë ne ndjekim zemrën tonë. Zemra është e lidhur me qiellin dhe me tokën, sepse është astrale, është shtylla kurrizore, shtakra shona, dhe që të gjithë ju e dini, ndoshta e keni të hapur dhe tani e ndjeni që zemra juaj kërkon, jeni të lirë, askush nuk i prek lirin, dhe keni do të vi në kohën në 22 korrik, keni pra është akoma ndriçimi juaj, nëse nuk keni arritur. Ndriçimi juaj në 22 korrik është dita e Maria Magdalenës në 26 korrik, është dita e vitit të ri egjiptian, pra ndoshta lidheni me yllin shpirtëror, dhe ndërkohë është në 8 gusht, ndoshta jeni luan, por gjithsesi kjo është ku ju jeni, që të gjithë jeni unik. Ju që keni bërë një punë të mrekullueshme në vitin e kaluar, që ishte pra në 2025, si që e tregova, ju ndoshta e ndjeni tani që jeni të lidhur me i shërbeni plot fuqisinore Zotit të Madh, Universit të Bollshëm, me pra si punëtor të dritës, shërues shpirtëror, që të gjithë jeni unik, hyje të qiellit për atë që ju tërheq shpirti juaj. Ndërkohë për një pjesë nga ju kjo kërkon që të lëm shqetësimet, pra që në ç'kuptim, ndoshta ju krahasoni veten me të tjerët. Kujdes, ndoshta shikoni që bari është jeshil në anën tjetër. Mësoni që hëna ju kërkon të shikoni pamjen e përgjithshme dhe në këtë rast është që ndoshta ndjeni në krizë dhe të kuptoni dhe të pyesni veten, a ekziston diçka edhe më të madhe se ajo që ju jeni në këtë rast? Çfarë po ndodh me ju në këtë jetë? Pra a ka në pamjen e përgjithshme diçka më tepër nga ajo që ju mund të ndodheni në krizë? Ndërkohë është që duke parë nga ana e perspektivës, nuk keni pse nxitoni, por me ide, pra me perspektivë, me afatgjatë, të filloni që nëse ju jeni të lirë, se nuk ju prek askush, jeni të sigurt që do të filloni të numëroni bekimet tuaja. Dhe jeta juaj bëhet akoma më e bukur, por jeni ju që jeni të lirë. Ndërkohë është që ju fton që të gjithëve që bëhet fjalë të lini pas ajo që nuk ju shërben, dhe të vazhdoni të ndiqni rrugën tuaj. Pra o do të lini, ju jeni, do të lini pas atë që nuk ju shërben, apo do të rrini ku jeni, pra askush nuk ju prek lirin. Ndërkohë është nëse e ndjeni që shpirti kërkon diçka dhe pra ndjeni në krizë, pyeteni veten, ndoshta bari është jeshil në veten tuaj. Pra ajo që është
të rrisni zemrën tuaj, të rrisni shpirtin tuaj, dhe më besoni që ju ndihmojeni, dhe kjo është që të gjithë jeni të ftuar ta ndiqni këtë rrugë me qëllim që të duke ndjekur shpirtin tuaj do të arrini në bukurinë e jetës. Ndërkohë, për një pjesë nga ju që keni probleme në lidhje me çështjet juridike, do të zgjidhen, sepse varet ku jeni në lidhje me çështjet juridike, pra ka zgjidhje ose janë në, pra do t'i shikoni, do të merrni zgjidhje. Ndërkohë është do të zhvillohet një lloj konflikti, pra një lloj në lidhje me pushtetin tuaj, pra për të në lidhje me atë që për të qenurit këtu, pra në një anë doni të jeni këtu, por në anën tjetër ndjej që doni të jeni diku tjetër, pra sidomos në lidhje me komunikimin me shpirtin edhe, pra si jeni në lidhje me dy energjitë tuaj, pra në një anë doni të jeni, po përse ndjeni që duhet jeni diku tjetër. Jeni të vëmendshëm, ndoshta jeni të ndarë midis shtëpisë dhe jashtë saj, pra jeni nga ana lidhje me atë çfarë kërkoni nga ana personale, por edhe nga ana juaj profesionale të tjerë, pra jeni të vëmendshëm, ashtu sikurse në lidhje me çfarë ju vijnë ide të vogla, po në lidhje konflikt me ide të mëdha e të tjera, pra gjithmonë bëhet përpamje të përgjithshme me qëllim që të lirohemi nga këto shqetësime. Tjetër kërkohet që të gjithë të arrijmë në një ekuilibër, dhe ky ekuilibër ka të bëjë me si janë mendimet tuaja, si janë besimet tuaja. Pra në lidhje jemi në armoni me ndjeshmërinë tuaj, pra jemi në ekuilibër me dy energjitë, dhe në këtë rast ekziston frika, ekzistojnë besimet kufizuese, dhe në qoftë se janë këto, ju jeni të lirë që ka dhe një mënyrë për të liruar nga këto gjëra, dhe prandaj është që të planoni që ekziston një fuqi me të vërtet e panjohur për te vetes tonë, dhe kjo fuqi është zemra juaj, është natyra jone të vërtet. Është kjo zemër që ju jep përgjigjen, është e vetmja përgjigje, është kjo zemër që ka fuqinë e lirisë tuaj, të lumturisë tuaj, superfuqia. Prandaj është me të vërtetë që të gjithë është qoftë se ju jeni të lirë, ndoshta ju e ndjeni që mund të përjetoni një natë të errët të shpirtit, dhe kjo ka të bëjë me atë që është me të vërtetë, nëse ndodh me ju, pranojeni, ngushëlloni, sepse është për të mirën tuaj. Ju do të çliroheni nga çdo gjë, nga frika juaj, pra pranoje, ngushëlloje veten, pranoje se punon për ju, dhe është me të vërtetë kohë e përsosur, sepse çfarë ndodh? Ju do të hap një hapësirë, ju do të rriteni shpirtërisht, ju do të mençuroheni me bukurinë e mësimeve të mrekullisë, ju do të keni një intuit të lartë, dhe ndërkohë është jo vetëm që do të njiheni me veten tuaj, me veten, me botën përreth jush, ashtu sikurse edhe ndërkohë duke qenë dhe të hapur, të merrni ide, të vazhdoni atë që ju kënaq shpirti juaj. Ndërkohë është që të gjithë ne jeni të vëmendshëm këto 5 muaj, se kaluan 5 muaj, ka qenë sidomos planeti i Jupiterit ka qenë në Gafore, dhe Gaforia ishte më tepër nga ana e familjes, pra shtëpisë, familjes, të lidhjes edhe më tepër, por tani çfarë do të ndodhi? Do të kaloj në shenjën e Luanit, që do të vi, pra dhe kjo është a jeni dhe ju Luan, sepse në 8 gusht do t'jetë dhe porta e Luanit, pra në qoftë se ju vazhdoni ndiqni atë ku shpirti juaj drejton dhe ndjen kënaqësi, të jeni të sigurt, ju ndihmojeni dhe ndoshta ndjeni që jeni të lidhur ose lidheni me fuqitë e larta jashtëtoksore, që i quani angjëjt, mjeshtrat e dritës, pra të mençurisë së vërtetësisë së jetës, që të gjithë jeni unik, dhe në këtë rast është që do të arrini
me të vërtet në bukurinë e jetës tuaj. Mësoni që çdo hënë e plot kërkon o gjithçka o asgjë, dhe në këtë rast është rezultati, dhe që të arrini në rezultat kërkohet të falni, dhe në këtë rast do të falni veten që keni qenë të pakujdesur, sepse ne jemi qenë njerëzori që bën gabime, por dhe të tjerët që kanë qenë të pakujdesur ndaj jush. Sikurse ne edhe do të jemi minjohë, sa më shumë minjohës të jemi, aq më shumë ne e programojmë mendjen ton, pra o egon ton, sepse ne nuk kemi ndonjë ndryshim nga të tjerët. Pra jemi që njerëzori me një frekuencë më të lartë, ne kemi bërë një punë të mirë se ne kemi transformuar energjitë, por përsëri jeni të vëmendshëm se jemi në një botë ku janë të dy realitetet, pra ka energji të ulta, por ka edhe energji të larta, pra energji optimiste, por edhe energji që na ulin, por ne që kemi arritur në veten tonë dhe në këtë rast të falni. Dhe po këshu minjoje 3 gjëra, 3 vende, 3 njerëz, ku ju i ndjeni kënaqësi me veten tuaj, por për këtë unë nuk do bëj video se mua më zjatën shumë video, në qoftë se unë kam bërë jo vetëm video si ju të falni, që është në çdo hënë të plot, se si të falni edhe pse duhet jeni minjohës me detaje me vete, por e keni edhe tani në hënën kur filloi viti, ishte në 7 janar, hëna si të veproni me hënën gafore, dhe aty në minutën e 24 kam thënë me detaje pse duhet të falni, si të falni, mënyrat, dhe ndërkohë pse jemi minjohë, pse duhet jemi minjohës dhe si të bëni veprimet në lidhje me minjohen tuaj. Dhe sigurisht unë video do të mbyll duke ju uruar mbarësi, sepse është me të vërtet do të hymë në qershor, do të ketë akoma dhe më shumë mrekulli, sepse janë 2 evenimente, në 21 qershor është dita më e gjatë që do të thotë ne do të ndriçojmë akoma më shumë, ne kemi një ndjeshmëri akoma dhe më të lartë, dhe ndërkohë është dhe planeti Chiron ose Chiron në shqip, që do të hyjë me të vërtet në shenjën e Demit, për të cilën na lidh ne edhe me botën e materjes, sepse Demi ka, pra në lidhje me avancimin ton, pra atë që ne bëjmë edhe më tepër nga ana e botës së materjes, sepse Demi ka të bëjë me pronësinë, me zotërimet, ka të bëjë dhe me vlerën tonë. Gjithsesi ne ndihmohemi edhe kjo rrugëtim që ju do të vazhdoni, do t'ju çojnë atë që tregova data 22 Maria Magdalena, pra dritë, data 26 që është viti egjiptian, viti i ri egjiptian, ndryshe ylli i shpirtit, dhe data 8 gusht që është me të vërtet ndoshta jeni luan që nëse e meritoni dhe ndiqni shpirtin tuaj, hapni krahët mrekullisë, jeta është një mrekulli edhe keni një intuit dhe një mrekulli që nuk e keni patur kur ndonjëherë më parë. Dhe me mua mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.